Qoftë lëvduar Jezu Krishti. Përshëndetje të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këtë çaste që të lusim së bashku mbretreshën e qiellit, si dhe orën e mesme. Në emër të Atit e të Birit e Shpirtit Shenjtë. Amen. Mbretreshe qiellit, gëzohu, aleluja. Si ai që meritove për ta bartur, aleluja. Unë gjallë si pa ti thënë, aleluja. Lute për ne hyin, aleluja. Gëzohu e galdo Virgjër Mari, aleluja. Zoti unë gjallë me të vërtet, aleluja. Të lutemi. O Zot, që në përngjalljen e birit tënd Jezu Krishtit, u dënjove e ta ngushëllash botën, bëj që në nënën e tij Virgjën Mari, të fitojmë ngushëllimet e jetës së amshuar, në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Për shpirtrat e purgatorit, Ati ynë që je në qiell, u shejtroft emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të falemi Mari, hir plote, Zoti me ty, e bekuar je mbi të gjitha gratë, dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Shenjtja Mari, nëna e hyjit, lutu për ne mëkatarët, tash në fill të vdekjes son. Amen. Jepua o Zot pushimin e pasosur, dhe ish ndri drita e pambaruar. Pushofshi në paqe. Amen. Engjëlli i Zotit, që je rojtari im, pasi hyi për mëshirë të vet, më ka lënë në mbrojtjen tënde, ti sot më shndrit, më mbaj, më ruaj e më sundo. Amen. Tani po vazhdoj me orën e mesme. Sot është e hana e Pashkës. O hyj më eja në ndihmë. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni i orës 6. Eni o ju sklever që luteni, me mendje e gojë madhëroni emrin e lumë të hyjit, me këngë lavde të denja. Sepse kjo është koha, kur me vendim të padrejt, i adorsoj vdekjes së njerëzve, gjykatësin e të gjithë shekujve. E shtyr nga dashuria, nga frika drejtë të nënshtruar, kundër të gjitha sulmeve që na shtije armiku i egër. Të vetmin Zot të adhurojmë, hyjin atë e birin e tij, së bashku me shpirtin e shenjtë, një Zot të vetëm në Trini. Amen. Antifona e orës 6. Krishti i dorëzuar në vdekje për mëkatet tona, u ringjall që t'na bëj të drejtë. Aleluja. Psalmi 8. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbar dheun, me madhëri e te kalon edhe qiellin. Prej gojës së ferishtëve të foshnjave, lavdinë bëre gati kundër armiqve, që t'i bësh të heshtin armiq e kryen ngritës. Kur e sodis qiellin, veprën e gishtave të tu, hënën e yjet që ti i vendose, çka është atëherë njeriu që ta kujtosh, biri i Adamit që të përkujdesesh për të? E pra, e bëre pak më të vogël se engjëjt, e kur ursove me lavdi e shkëlqim, i dhe pushtet mbi veprat e duarve të tua, gjithçka vure nën këmbët e tij. Delet e kafshët të gjitha, për më tepër edhe gërsirat e fushës,
shpendet e ajrit dhe peshqit e detit, të gjitha që përshkojnë udhët e detit. O Zot, Zoti ynë, sa i mrekullueshëm është emri yt mbi mbar dhe unë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 19. Qejt e shpallin lavdin e hyjit, kupa qiellore kumton veprat e duarve të tij. Dita ditës i përsërit këtë gjë, e nata natës i sjell këtë të vërtet. E pra nuk është fjala zhumhur të foluri, po asë që do të mund të dëgjohet. Megjithse nëpër tokë i shpërndahet Jehona, diçka si fjalë arrin deri në skaj të botës. Diellit në to janë ngrehu tendën, del dielli si dhëndër nga dhoma martesore. Thua vigani, pash më pash i bie sheshit. Në njërin skaj të qiellit lindjen e ka, udha e tij kapet në skajin tjetër. Asgjë s'mund të fshihet rrezëve djegëse të tij. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Psalmi 19. I përsosur është ligji i Zotit, shpirtin për të rinë, për të besuar është dëshmia e Zotit, të miturve u jep dijen. Urdhërimet e Zotit janë të drejta, kënaqin zemrën. Urdhri i Zotit është i qartë, dritë u jep syve. E panjoll është frika e Zotit, nuk ndarron në shekuj të shekujve. Gjyqjet e Zotit janë të vërteta, të gjitha njëjtë të drejta. Më të çmueshme se ari, se më i pastri ar, më të ëmbla se mjalti, se hoja që rrjedh mjalt. Shërbëtori yt me kujdes i mëson, ti mbash ato është fitesë e madhe, por se kush i heton gabimet, më pastro Zot prej mëkateve të fshehta. Të pëlqefshin o Zot fjalët e gojës sime, edhe vendimi i zemrës sime para teje, o Zot ndihmësi im e shëlbuesi im. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Krishti i dorëzuar në vdekje për mëkatet tona, u ringjall që të na bëj të drejtë. Aleluja. Leximi i shkurtër i orës së 6, letra drejtuar Kolosianëve, kapitulli 2. Dhe pasi në Krishtin banon turpërisht e tërë plotësia hynore, kështu dhe ju jeni të mbushur me anë të tij, të varrosur bashkë me të në pagëzim, bashkë me të edhe unë gjallët në saje të fesë, me të cilën besuat në fuqinë e hyjit, që ngjalli nga të vdekurit. Kjo është dita që e bëri Zoti. Aleluja. Të gëzohemi dhe të galtojmë. Aleluja. Të lutemi. O hyj, ti gjithmonë e rrit kishën tënde duke i dhuruar asaj me anë të pagëzimit fëmijë të rinj. Bëj që besimtarët e tu ti jenë gjithjetën besnik sakramentit që me fe të gjallë morën në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyjin.